Ndryshimet kushtetuese me efekt të vonuar juridik vazhdojnë të jenë kërkesë e Maqedonisë së Veriut kundër Bullgarisë, që e ka bllokuar për momentin rrugën evropiane të vendit tonë. Presidentja e vendit Gordana Siljanovska-Davkova ka thënë se propozimi i Maqedonisë së Veriut i ka pëlqyer edhe presidentit të Komisionit Evropian Antonio Costa. Unë me zotrin Costa diskutova si politikani me politikanin, por edhe si juristi me juristin. A i tha se pajtohet me të gjitha argumentet e mia juridike se nuk është e drejtë kjo që ka ndodhur, por ashtu është procedura. Për më tepër edhe rozimin tonë e vlerësoj si të shkëlqyeshëm për veprim juridik me veprim të vonuar, të cilin përfaqësuesit bullgar nuk e kanë pranuar. Presidentja tha se veç Austrisë për ndërmjetësim janë ofruar edhe vendet të tjera të Bashkimit Evropian. Kuptohet, unë me ndihmë të zotri Costa do të bisedoj edhe me zotri Radev, siç edhe e kemi dëgjuar. U vetë ofrua edhe Austria për ndërmjetësim. Në bisedime na ofrohen edhe antar të BE-s për ndërmjetësim dhe biseda. Nëse puna është e përfunduar ose nëse ashtu është vendosur, nuk do të ishte mënyrë e përshtatur europiane. E them me përgjegjësi, edhe të kërkoni që një shtet të ndryshojë kushtetutën është problematik. Pak ditë më parë, presidenti i Komisionit Evropian Antonio Costa ishte në Shkup, ku pas takimit me kryeministrin drejtoi kritika të ashpra në drejtim të vendit për shkak të vonesës lidhur me ndryshimet kushtetuese. Ai tha se politikanët duhet të angazhohen dhe të punojnë në planin A, sepse siç tha, nuk ka dhe nuk do të ketë plan B.